Atëherë, si është Adia sot, me çka I duke u marrë kryesisht? Adia sot merret me një profesion cilin po besoj që ka bu edhe ma herët, po kohëve të fundit e kom zgjënu në atë aspektin e rrjeteve sociale, kështu që merrem me content, punoj me një kompani ku realizojmë video ndryshme që shiten në shumë faqe për botë, kështu që një punë kogja atraktive. Si e vlerëson gazetarinë sot dhe çka të pengon tek ajo? Gazetaria sot më duket që është pak ma ndryshe se viteve të kaluara, kur kom punuar si gazetare ka pas ma pak mediume televizive, tash ka ma shumë edhe me një aspekt, po e them prapë, është komercializu, pasi që munden shumë njerëz me promovu veten, I ka ato të mirat edhe ato të këqijat, po prapë se prapë është ju jap rëndësi disa gjërave cilave nuk ju është jap, po të njëjtën kohë po besoj që është mundësia që secili tash me dalë dhe mu promovu në televizion. Si sheh vajzat kosovare sot në vitin 2025? Vajzat kosovare si gjithë e kanë majt vetën, e majnë prapë, po besoj që kjo është diçka e mirë që gjithë na ka karakterizu si shtet, sidomos kosovaret, ato cilat I ndjekin trendet edhe nuk ndalen kështu me promovimin e vetvetes në rrjete sociale. Mu më pëlqen kjo gjë, sepse edhe unë personalisht mundohem me ndjek trendin, kështu që ne gjesht për kitë vajzat. Pse mendon se si shoqëri jemi shumë paragjykues? Jemi pak, sepse jemi vend I vogël, kjo po dihet, po edhe përveç që jemi vend I vogël është që njerëz janë të atill që gjithmonë kanë dëshirë me pas drama. E shohim që ka shumë drama, sidomos kohëve të fundit në rrjete sociale edhe promovimi në rrjete sociale ka bo njerëz për me qenë ashtu me jap komente negative pak ma shumë. Dhe këto komente unë po besoj që e kanë bo si gjinia femrore si mashkullore me urrejt njëri tjetrin edhe pandasi, gjithë ka sa fytje për lajme ndryshme. A mendon që vajzat tash janë mos përkrahas ndaj njëra tjetrës? Mendoj që janë në disa aspekte, ndoshta në aspektin e dukjes fizike gjithmonë është një farë lloj urrëties, pse ajo po mundet, pse unë s'po mundem, apo unë e mundem me mri ma shumë se ajo, dhe këto besoj që ka sa fytja fillon, po që nuk po m'duket që është një gjë e mirë, pasi që po mundohem gjithë me ndjek trendin, edhe trendin botë nuk është që gjinia femrore me u kap me një fjalë me vetë, du të jemi të barabarta dhe ta përkrajmë njëna tjetrën, si në punë, si në jetë personale, si në gjithçka. Apo t'japin shpesh njerëz ty personalisht komente negative, a I merr ato, po mënej a I kthen secelit? Te unë personalisht komentet negative nuk është që kom marrë shumë, ndoshta që nuk kom qenë e influencume, apo të njëjtën kohë nuk është që marrë shumë me drama, po kom pas komente negative, po janë të mirë prituna ditë sodit, po besoj që gjithë njerëz, sidomos na që I kushtojmë rëndësi shumë videove, rrjeteve sociale, gjithsesi që kemi me pas komente negative, përmenda edhe ma herët jemi tu jetu me një vend vogël edhe normal që kemi me pas komente tilla. A je feministe? Si gjitha vajzat. Prej 1 deri në 10, non e gjys, po, ai 5% që I vogël. Do më thonë je përkrahas ndaj vajzave edhe ti? Po gjithsesi. Nëse s'jam unë, pse t'je gjinia mashkullore përkrahase, normal që jam edhe I përkraj për gjithçka që bojnë, edhe më pëlqen që gjitha mundon me ndjek trendet e fundit. Kjo është një aktualitet që duhet me ndodh në krejt botën edhe në vendin tonë. A ki botox? Çka mendon për botoxin? Po, I kushtoj rëndësi shumë estetikës, më pëlqen gjithçka që të bën ty më uni mirë edhe me u do bukur, edhe unë kam te pjesa e ballit këtu pak, me një fjalë I rri gati kështu ko pas kohës, se duhet trajtim çdo 6 mujor me shku edhe me rifresku me një fjalë këtë pjesën e estetikës, kështu që jam pro, po normal, mos me tepru, edhe e shohim, ta marrim një krahasim me
aktorit hollywoodianë dhe ato po besoj që tash janë normalizuar dhe janë shumë thjeshta, kështu që më pëlqen ky trendi te na në Kosovë që gjithçka që ka bëhet trend mundohemi me ndjek edhe po e ndjekim këtë trendin e naturalitetit, s'po ja teprojmë të ana botoksit edhe fillerave. A të ka ndodhur për shembull në kur je duke ecë rrugës me të ngacmu? Gjinia mashkullore, ndodh, po, si çdo vajzës tjetër, na ka ndodh, sidomos ajo koha kur, po, s'besoj që e kthen dikush tjetër kokën, asë nuk është që ose jam atë gjithmonë. atë pengojnë. Po, gjithsesi pengojnë disa komente cilat janë negative, po tjera nduken çsharake edhe ka ndonjë moment vetëm qeshi vetëm me veti edhe mendoj them që disa persona ndonjëherë është kohën e lirë kalojnë kështu tu ngacmu njerëz, po që asgjë kundër, vetëm se it's kind of funny, është pak çsharake kjo pjesa. Atëherë si ishe meshkujt kosovar në syrin tënd? Djemt kosovar nduken te pjesa fizike jemi pak si popull, si ras, nuk është jemi edhe shumë e bukur, po jam punëtor edhe din me mbajt vetën, me një fjalë din me e shit atë si çka flasin, kështu që prej 1 deri në 10 në gjys prap. A mendon që jenë bërë pak princesha? Po, kohëve të fundit po e vrej që janë bo, po edhe femrat janë bërë princa. Kështu që i kemi ndru pak sa rolet, po që... Për shembull nëse të kish pëlqyer shumë një moshkull, a kishe shkruar e para pa problem? Po, nëse A pret gjithmonë meshkujt me shkru ty? Jo pak ma klasike sa i përket aspektit që të shkrimeve, po që nëse kisha pas një pëlqim të madh, po besoj që po, do i kisha shkru një djalë. Okej, qysh mendon që duhet më ka një moshkull ideal për femrën kosovare sot, për shembull? Po, nështë një mashkull ideal dhe ma atraktiv kish me qenë një djalë që mas pari është i zoti vetës, këtë krejt e kemi dëshirë femra me qenë pak ma mi pas me një fjalë gjanat në vi, me ecë në hekurudha, po që po besoj që nuk është edhe aq e rëndësishme kjo ana cilën po besoj krejt vajzat tash ditët e sotme po e kërkojnë që po bojnë shumë materialiste, nështë është edhe respekti. A janë materialiste, apo kërkojnë shumë nga meshkuj? Po, janë, po pse mos t'jenë kur edhe mashkujt janë bo t'ilë që i dëshirojnë as i femna që në kërkuse, kështu që femnat po shkojnë with the flow, apo po shkojnë me vibe-in që po e krijon kjo shoqëria jonë kosovare, kështu që mu po më pëlqen me tregu me një fjalë, po më pëlqen kjo puna profesionale djemve në vendin tonë, që gjithë secili e ka një biznes, varet, pa marrë parasysh ai ka 20 vjet, ai ka 40 vjet, unë shoh njerëz të ndryshëm, sidomos në kryeqytetin Prishtinë, që gjithë secili po e gjejnë vetën, po në njëjtën kohë edhe femnat janë kogja të punu edhe nuk po ndalen, po kanë bizneset tyre personale, kështu që është një gjë e mirë edhe janë bo diqysh si 50-50, dy anë po punojnë, nuk është që po mdoket që ka pa barazi mo edhe është pak jo etike në vitin 2025 me pas pa barazi ku gjithçka është bo e njëjtë si për gjinin femrore, si për mashkullore, çdo punë po është e njëjtë, si një punë që mundet me kry një djalë, mundet me kry edhe një vajzë. Çka mendove para se marrë një intervistë? Mendova cilat janë pyetjet që kemë mi parashtru shpati, a kanë me qenë me spec, a pa spec. Cili është DM-i më interesant që e ke marrë? DM mesazh, e kum pas për një personi, mdoket ka qenë prej Shqipnisë, edhe nuk e kum njoft hesht, normal, si çdo mesazh që ku nuk e ki një ndjekës, nuk ja ki bu follow një njeri del te others, edhe ka qenë një mesazh ti mu m'jep, se nuk po i kthen mesazhet, çfarë problemi ki, një njeri shumë i pazakonshëm cilën s'po besoj jo vetëm unë, po Kosova nuk e njeh, edhe ai një koment. S'ka qenë fytyrë publike? Jo, nuk ishte fytyrë publike, po ishte një mesazh kështu pak eksplicit, fjalët cilat ai përdori, sepse mu duk që
Nuk e di, pak... Sikur me të pas njoftë. Po, nuk më njofte. A ja ktheve? Jo se a ktheva, po Veç e aty u lexove. çudita, thash, çfarë vetbesimi mundën me pas disa njerëz kur nuk e din mas pari, nuk njohin edhe du të me shku, po më pëlqen ky vetbesimi cilin unë nuk e kam, nuk isha mujt me pas, me i shkru dikujt pa e njoft. Çka i tho vetës kur je para pasqyrës? Para pasqyrës, kur jam, i thëm vetës, po besoj si çdo njeri tjetër, E bukur. jo. Nuk është që e vlerësoj vetëm për bukuri, po jap një pozitivitet kështu gjithmonë edhe i them sot është një ditë e re, munohu me qenë më e mira për vetveten edhe me kalu një ditë sa më të mirë. Atëherë prej 1 deri në 10 sa mendon që je e bukur? Po kjo shija është relative, ndoshta tu mësu tu marrë shumë komplimente njeri ndonjëherë dhe ja gjen ato behanet vetvetes, nuk është që kam ndonjë numër se tash po bona shumë modeste, po për një meja modeste dhe nuk isha mujt me ja jap vetes. Për një meja me bukur, po po dhe me thonë. njerëz cilët e shohin këtë intervistë në për komente e japin një notë. Hera fundi kur ke puthur? Hera e fundit kur kom puth, para 2 dite më duket, po. Çfarë ditë është sot? E hane. Sot është e hane të shtunën. Premte, shtunë. Të shtunën, ka qenë puthja. Në faqe. Okej. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Okej, vetën mas 5 viteve, po besoj që kom e pa me një biznes personal, cilin kom fillu me ndërtu edhe... Çka ko me qenë? Me na zbulu pak? është diçka që lidhet me punën teme, kështu cilën e tregova. Edhe me gazetari, po edhe me content, cilën e si creator në social media, kështu që ku mujt me gjitë një mes këtyre 2 profesioneve edhe me gjitë diçka ma të mirë, me jap hapësinë vetës ma shumë, mu zgjeru edhe me pas një profesion të përjetshëm me një fjalë, apo një punë të përjetshme. A mendon që kjo intervistë ka mu bo meme edhe për ty? S'po ti ta shohim, s'po kom dëshirë veç. Okay. Ose haj, pse jo, s'po besi që më përgjigj do një diçka keq. Çka të bën ty më shumë ti të lumtur? Në jetë çka më bën më shumë ti të lumtur? Ushqime, nëse nuk konsumoj ushqim, sidomos mish, që më thonë se mishet e vreqe, proteinat janë shumë të nevojshme për organizmin tim nëse nuk konsumoj bukë. Sa shpenzon më shumë ti në një ditë? Nuk shpenzoj shumë shpat, jo. Pra afërsisht një ditë mesatare. Nuk shpenzojnë për mu. Okej. Shaka, jo, po e kom bo atë rutinën e kom kriju që ushqime, për shembull, që konsumoj gjatë ditës, e përgatis veç, jam njeri pak ma i shëndetshëm që s'kam dëshirë edhe shumë, jo si që të po pi shumë me vetën kundërshtim. Veç nisa deri pisht ujtë. Qa hargjoj, veç pak për një me besu që gjatë ditës, veç të kujtona shpat për e. Është interesant se bashkë për gjana shumë të rëndësishme nuk është që i kushtoj rëndësi me hargju, po kështu për gjëra tepër të vogla, duket që hargjoj, për shembull, me ble ushqim tepër, cilën e ble për një javë, nuk e konsumoj, e ha vetëm për një ditë, ditën e dytë e tretë, ndoshta edhe mundet me u prish, kështu që është interesant kjo që nuk është diçka e mirë për me bo, po sidoqoftë aty po më shkoj kanë kitë pare, çfarë. Kështu për llogaritje nuk e bo, për shembull. Llogaritje, jo, diçka nuk ma dën shumë matematikë dhe m'ja nis me bo llogaritje. Për ndryshëm gjakovare, këtë thonë që gjakovar ti masin senet, po unë e lidur e rritën në Prishtinë, diçka nuk i kum për gjatin e nuk është që po e shikoj këtë anën financiare. Edhe e fundin një mesazh për gjithë rinin kosovare, vajzat edhe djemtë. Rinia kosovare Gen Z në këtë rast. Unë kom pa që gjenerata Gen Z janë shumë të mençur edhe tepër, janë të avancuar profesionalisht në gjitha aspektin, pak ma të avancuar, veç një këshill që mos të ndalen, të vazhdojnë me ato punë profesionale cilat
po i bojnë edhe po i realizojnë edhe që përmenda edhe ma herët hapja e bizneseve të ndryshme, vendi tonë po bëhet prej gjeneratës Gen Z, kështu që ata janë e ardhmja e jonë. Adia, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty.